Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbani një thelpi hudhër në gojë për 15 minuta dhe nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. E dini se nëse konsumoni një thelpi hudhër në ditë bën mrekulli në trupin tuaj? Hudhra përbëhet nga substanca azotike, sodium, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitamina C, D, B dhe vajra të domosdoshme. Ajo përmban më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe antioksidues të cilët gëzojnë një sërvetish terapeutike. Hudhra është një antibiotik natyral që shkatëron një numër të madh të baktereve. Për këtë arsye përdoret shumë edhe në mjekësinë popullore për shërimin e disa sëmundjeve. Por, a keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit e përdorin atë edhe si karamele? Ky leksion i mençur na vjen nga mjekësia e lashtë kineze, të cilët mbajnë një thelpi hudhër në gojë për 15 minuta, por pa e përtypur. Kjo praktikë rekomandohet që të përdoret zakonisht në mëngjes. Në këtë mënyrë, ushqyesit e domosdoshëm dhe të shëndetshëm, të cilët gjenden pikërisht në hudhër, hyjnë në organizëm përmes përshtypjes tuaj dhe pastrojnë enët e gjakut. Kjo karamele e veçantë ka shumë përfitime shëndetësore pasi kontrollon oreksin, ka veprim parandalues kundër bronkitit dhe gjithashtu ndihmon që ju të mbroheni nga infeksionet e laringitit, infeksionet orale e të tjerë. Provojeni dhe do të na jepni të drejtë. Nëse shqetësoheni për erën e keqe, ju mundet që ta neutralizoni atë duke përtypur një kokër kafeje, duke ngrënë një mollë ose majdanoz. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror. Mirë, por çfarë do të thotë kjo? Hudhra përmban alicin e cila çlirohet kur konsumohet. Alicina vret lloje të ndryshme bakteresh, ka efekt antiseptik, pengon riprodhimin e mikroorganizmave, por edhe shkatërohet në temperatura të larta, çka do të thotë se është më e shëndetshme që të konsumohet hudhër e freskët dhe e pa trajtuar termikisht. Ja se çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani hudhër çdo ditë. Mbron sistemin tuaj kardiovaskular. Një thelpi hudhër në ditë gjithashtu ndihmon në forcimin e enëve të gjakut, stimulon qarkullimin e gjakut dhe ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit në gjak me rreth 25%. Forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe toksinat të cilat e dëmtojnë organizmin, stimulon prodhimin e lëngut gastrik, rregullon funksionimin e pankreasit dhe përmirëson oreksin, lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut, mund të ngadalsoj procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe indet e kyçeve dhe shërben si një parandalim i osteoporozës. Është jashtëzakonisht i pasur edhe me antioksidant, flavonoide, vitamina të grupit B dhe acide të cilat janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitet dhe të luftojnë sëmundjet dhe shfaqjen e akneve dhe rrudhave. Nutricionistët besojnë se futja e hudhrës në dietë shkakton gjithashtu humbjen e peshës së tepërt. Nga ana tjetër, ju do të bëheni më tërheqës. Hudhra i bën meshkujt më tërheqës. Megjithatë, gjithmonë është konsideruar se si era e hudhrës dekurajon çdo dëshirë për të komunikuar, por studimet e fundit tregojnë se ky është një gabim. I vetmi kufizim është se duhet që të hani 2 thelpi hudhër 12 orë përpara një takimi për t'i bërë përshtypje një gruaje. Shpesh gratë bëhen të çmendura për aromën e trupit që një burr ka pasi ka konsumuar hudhër. Megjithatë, është e vështirë që shkencëtarët të shpjegojnë pse ka ndodhur ky fenomen. Forcohet sistemi imunitar. Hudhra na mbron nga viruset të ndryshme dhe ftohjet.
Shkencëtarët gjithashtu konfirmojnë se duhet të hahet rregullisht hudhër për të mos u sëmurur gjatë dimrit. Kjo ndodh sepse hudhra ka një mori vitaminash, vajra të dobishëm dhe aminoacide. Një shënim i rëndësishëm që duhet të keni parasysh është se hudhra duhet të jetë e freskët për t'ju mbrojtur ju nga sëmundjet. Tensioni i gjakut stabilizohet. Shtoni hudhër në dietën tuaj nëse vuani nga presioni i lartë i gjakut. Ai zgjeron enët dhe zvogëlon presionin arterial. Dhimbja e kokës si edhe ngarkesa në zemër do të zhduken së bashku me presionin e lartë të gjakut. Për të kuruar hipertensionin duhet të hani 4 thelpi hudhra çdo ditë. Për më tepër, hudhra zvogëlon nivelin e kolesterolit të keq në gjak me 10 deri në 15%. Çfarë do të thotë kjo për ne? Rreziku i atakut kardiak do të zvogëlohet 2 fish. Sidoqoftë, mbani mend se kjo metodë nuk mundet që të përdoret si një terapi e vetme, por duhet që të konsultoni me mjekun tuaj përpara se të përdorni hudhrën. Rritet forca. Hudhra e bën gjithashtu zemrën dhe muskujt që të punojnë më efektivisht. Në qoftë se ju luani sport, atëherë konsumi i këtij produkti do të përmirësoj rezultatet tuaja. Në kohë të lashta, kur askush nuk pinte përforcues, sportistët olimpik ushqeshin me hudhër, gjë që i bëri ata të vraponin dhe njëkohësisht të kryenin qëllimin e vënë më mirë se konkurrentët e tjerë. Për më tepër, ky produkt ishte i dobishëm edhe për njerëzit të cilët nuk lidheshin me sportin, por për shkak se hudhra do të zvogëlonte lodhjen, rriste produktivitetin dhe i ndihmoi njerëzit që të mbijetonin në sezonin e ftohtë. Flokët dhe lëkura gjithashtu do të përmirësohen. Flokët dhe lëkura do të përmirësohen vetëm fal vetive të mira që hudhra përmban. Hudhra nxit rritjen e flokëve duke i bërë ato që të jenë më të gjata dhe njëkohësisht më të trasha. Qelizat përgjegjëse për rinovimin e lëkurës kanë një reagim pozitiv ndaj hudhrës. 2 thelpi hudhër në ditë janë të mjaftueshme edhe për të zhvilluar prodhimin e kolagjenit natyror. Dhimbja e dhëmbit. Hudhra është e mirë gjithashtu edhe për zgavrën tuaj të gojës. Vret mikrobe të dëmshme dhe shëron gjithashtu mishrat e acaruar. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ky produkt i zakonshëm dhe tepër i dobishëm zvogëlon rrezikun e dëmtimit të dhëmbëve. Prandaj, në qoftë se ju filloni që të hani rregullisht hudhër, ju nuk do të keni nevojë që të shkoni tek dentisti juaj aq shpesh. Hudhra është plot me veti antioksiduese, kështu që ajo ndihmon në trajtimin e inflamacionit në trup. Hudhra përmban antioksidant natyral, të cilët ndihmojnë kundër oksidimit të qelizave, redukton peroksidet e lipideve dhe oksidimin e lipoproteinave me densitet të ulët ose ka një efekt tepër pozitiv në nivelin e kolesterolit të keq në trupin tuaj. Ndihmon gjithashtu edhe në luftimin e kolesterolit të lartë, prandaj në qoftë se ju vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra është një zgjidhje shumë e mirë. Shtojeni çdo ditë në dietën tuaj dhe rezultatet do të jenë shumë të mira. Gjerësisht është vërtetuar se vetitë e saj mund të zvogëlojnë kolesterolin e keq. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.